Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi në sezonën e nxehtë të verës dhe të gjithë po kërkojmë receta sa më të lehta, edhe për t'i gatuar, edhe për t'i konsumuar. Sot po gatuajmë një recetë të tillë. Do të përgatisim pasta ose makarona me një salcë verore. Fillimisht në një tenxhere do të shtojmë ujë. Uji do të shtojmë pak kryp dhe e vendosim në zjarr të lartë dhe prisim derisa uji të fillon dhe të vlon. Tani që uji ka vluar, brenda i shtojmë 300 gram makarona, cili do lloj që ju keni dëshirë, dhe i vendosim tani në zjarr mesatar, që të na zihen diku për 7 deri në 8 minuta. Kohë që pastat zihen, ne vazhdojmë që ta përgatisim salcën verore. Në një tigan do të shtojmë pak vaj, diku 2 deri në 3 lugë gjelle. Tani tek vaji i nxehur vazhdojmë dhe shtojmë një qep të prerë imët. Kam se do t'i bëjmë në salcë verore, do të përdorim produkte verore. Do të shtojmë tani edhe një spec të madh të prerë imët. Vazhdojmë i skuqim në zjarr mesatar për 3-4 minuta derisa specat edhe qepa të zbuten pak. Pasi sigurohemi që janë zbutur specat edhe qepa, vazhdojmë brenda që ta shtojmë domaten. Domaten e shtojmë të fundit sepse domatja shlon ujë. Për atë arsye i fërgojmë një herë perimet e tjera. Një domate pa lëngë dhe fara, pra vetëm pjesët anësore. Vazhdojmë i skuqim vetëm edhe për 2-3 minuta tjera. Vazhdojmë shtojmë pak piper të kuq për ngjyrë, pak kryp, si dhe një lugë gjelle me pastë domate. Përzijmë mirë. Në tenxhere do të shtojmë 100 ml nga uji i pastave. Shtojmë edhe 150 gram djath të bardhë të butë feta, nga ai që shkrihet lehtë. Përzijmë tani edhe një herë, prisim që nga nxehtësia djathi feta të na shkrihet, edhe salcën e kemi gati. Tani pastat e ziera al dente i shtojmë tek salca. Vazhdojmë tani përzijmë që të gjitha produktet të na lidhen edhe një herë dhe të na bëhen bashkë. Dhe të dashur miq, pjata për ditën e sotme është gati. Shpresoj që do ta provoni dhe ju. Do ta shijoni këtë pjatë të shpejtë, të lehtë dhe me plot shije. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.